kam kontributin tim të Partia Demokratike disa vjeçare që në rini, po unë nuk e kam gjetë vetën të kohët e fundit për shkak të ndryshimeve që bëhet e njëjtat figura 30 vjet. Dhe shoh se Partia Demokratike ka më shumë interesa që qëndrojnë një parti familjare se sa të merret me hallet dhe problemet e qytetarëve. Pasi ofertën ma bëri Partia Socialiste, gjeta veten se këtu janë gjithë figura të reja, po shoh njëherë ndryshimit edhe unë besoj se gjithmonë ka nevojë për lëvizje dhe frymë të re. Jo, unë për fat mirë kam marrë për të ndryshuar disa gjëra për mirë në Malcinë e Madhe, se gjërat e mia personale i kam zgjidhur pasi vllai im është ndër biznesmen më të suksesshëm në Shqipëri dhe unë jam bashkëpunëtor me të. Po disa prioritetet kryesore se unë takoj fshatar çdo ditë qytetar të Malcisë Madhe dhe shqetësimi kryesor është një për Shërbelen, duhanin dhe premtimi kryesor është që është bërë një projekt ligj për paketën e maleve që do investohet më së miri në Malcinë e Madhe dhe kemi resurse mjaftueshme që të investojnë në këto trevat tona. Edhe kjo ka qenë ideja ime pasi unë kam kërkuar vetë që t'jem në listë e hapur, që gjoj hallet e tyre t'jem pranë gjithë secilit, si të majtë, si djathtë, çdo qytetarit dhe asnjë kompromis tjetër nuk do bëj. Kontrata ime vetme është me banorët e Malcisë Madhe dhe qarkut Shkodër. Po besoj se ne jemi alternativa më mirë për të kontribuar më të mirën për Malcinë e Madhe dhe qarkun Shkodër.